Në minutat në vazhdim të nderuar shikues, do t'ju kushtojmë një vëmendje të veçantë, një prej çështjeve më të rëndësishme të shëndetit publik, pra ditës botërore të HIV/AIDS. Kjo ditë çdo vit na rikujton rëndësinë e informimit, të parandalimit dhe të mbështetjes për personat të cilët jetojnë me HIV. Në Kosovë, institucione shëndetësore dhe organizatat partnere zhvillojnë një sër aktivitetesh për vetëdijsim, edukim dhe promovim të testimit të hershëm. Për të na sjellë informacionet e sakta dhe profesionale rreth situatës në vend, ne kemi ftuar në studio Dr. Faik Hotin, ekspert i shëndetit publik nga IKSHPK, dhe Dr. Murat Mehmetin, që është infektolog. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Faleminderit që kënaqësi që flasim sigurisht, edhe marrim disa informacione për aktivitetet pra siç e tha Fllanza, që i keni planifikuar për sot, por edhe në përgjithësi për situatën në vendin tonë. Ajo që përmendi Fllanza më herët është një shqetësim, kuptimin asaj që ka një rritje të numrit të prekurve me HIV/AIDS apo jo? Po. Është vërtet që në Kosovë, madje sikur edhe në vende tjera, ka një rritje të rasteve të HIV/AIDS në Kosovë, do të thotë ka një rritje të prevalencës. Mirë, por nëse e shikojmë në raport me shtetet e rajonit apo në raport edhe me shtetet e tjera në kontinent dhe më gjerë, shohim që në Kosovë epidemia HIV/AIDS nuk është e generalizuar, do të thotë shkalla e prevalencës është ma pak se 1% e popullata e përgjithshme, ndërsa është ma pak se 5% e popullata kyçe të grupet e rrezikut, siç janë meshkuj që bëjnë seks me meshkuj, përdorësit e drogave injektuese edhe të femrat e seksit komercial. Do të thotë me gjithë rritjen e rasteve, prapë Kosova konsiderohet si një shtet me prevalencë të ulët, dhe gjitha përpjekjet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, institucioneve të kujdesit shëndetësor, por edhe institucioneve politik bërëse është që epidemia e HIV/AIDS-it të mbetet e kontrolluar, do të thotë mos kemi një rritje të prevalencës. Në fakt, para se më vazhdoj, shumë interesant asëm në raport edhe me vendet e tjera, për shkak që i marrim si statistika. Sa është numri i testimeve që i bëjmë ne në raport me popullsinë për shkak që. Po kjo shkon në raport edhe me nuk ka ndonjë standard përcaktuar, tash është një objektiv i Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe UNAIDS-it që në raport me epideminë e HIV/AIDS-it të arrihen 3 objektiva, do të thotë 3.95. Rasti i 95 parë ka të bëjë që 95% e njerëzve të cilët janë me HIV/AIDS duhet ta dinë statusin e tyre. 95% tjerë duhet të nënshtrohen terapisë antiretrovirale, do të thotë jenë të mbuluar me terapi, ndërsa 95% të tyre duhet të kenë shkallë të ulët të ngarkesës virale, gjithsesi mos kenë nivel të atill virusit në gjak sa ta përhapin virusin të tjerë. Ndërsa sa i përket numrit të testimeve, normalisht që është në rritje edhe ky në vendin tonë për shkak se interesimi është mos është duke na fshehur një rast nuk po e di. Gjithmonë ekziston mundësia e fshehjes së rasteve sepse ka persona të cilët lajmërohen shumë vonë për testime dhe ky është një problem. Mirë, po përgjithsisht viteve të fundit ka një rritje të shkallës së ndërgjegjësimit dhe kjo mundson institucioneve shëndetësore që të kenë një mbikëqyrje më të mirë, të zënë rastet më herët dhe normalisht filloi pastaj edhe trajtimi i cili mundson që personat e prekur me HIV/AIDS zhvillojnë një jetë normale pasi që së fundit tashmë HIV/AIDS konsiderohet si një smundje menaxhueshme, jo një smundje drejt për drejt vdekje plurse siç ka qenë. Jo është menaxhueshme, e menaxhueshme gjatë gjithë. Po. Do t'ju hoti para se të kalojmë tek edhe të flasim pastaj për specifikat e smundjes. Çdo vit shënohet kjo ditë me aktivitete të cilat kryesisht kanë karakter vetëdijsues për popullatën. Ka një moto këtë vit? Po, edhe si vjet është moto që përdoret në nivel global, ne kemi përshtat për kontekstin tonë edhe po e lexoj se është pak e gjatë. Motoja si vjet është të kalojmë pengesat dhe të transformojmë përgjigjen ndaj HIV/AIDS-it. Do të thonë në kuptimin general, HIV/AIDS-i ende shikohet në një farë forme stigmatizuese dhe qëllimi i motos si vjet është që të kalohen këto pengesa që ekzistojnë edhe të gjitha përpjekjet e shoqërisë të orientohen që bashkë të jepet përgjigje adekuate që ka të bëjë me testimin vullnetar, me ndërgjegjësimin e publikut, me rritjen e fondeve për luftimin e HIV/AIDS-it, edhe përgjithsisht me ngritjen e kapaciteteve dhe orientimin e gjitha përpjekjeve të shoqërisë dhe institucioneve dhe shoqërisë civile dhe partnerëve drejt luftimit të kësaj epidemie. Okej. Mirë, doktor, fakt nuk e di po e testoj tash me orientimin 86, më duhet është rasti i parë
i identifikuar në Kosovë, këtë informacion s'ma pas ka fshi Covid-i. Me që jeni infektolog. Po eshe doktorin dhe po të kujtojt po e Covid-i. Po, jo në fakt e kam si informacion, po, nga të herë sigurisht ka pasur raste, po që, si që përmendit doktor Faiku, po vinë, e poshtohen fatmirësisht jemi ende mirë në raport me vendet e tjera, po normalisht poshtohen rastet, apo jo. Si është mundësia ta zëm e testimeve? Dikush që tash ta zëm po na ndjek, edhe i ka ato dyshimet e veta, don me ardhë, me testu edhe me heq atë dertin, gajlen, merakën, si me thonë. Po, me qenë se u përmend testimi atëherë, unë do të kisha përmendën klinikën infektive, përkatësisht qendrën për këshillim dhe testim vullnetar, e cila funksionon çdo ditë prej orës 8 deri në orën 14. Është një qendër ku bëhet në radhë parë këshillimi i klientëve të quaj para testimit dhe këshillimi pas testimit. Këtu do thotë është qendër e cila qëta testet bëhen falas, janë pa pagesë, janë testet të shpejta apo testet rapide, por shumë të sakta. Që brenda ditës, si më thonë? Jo brenda ditës, po brenda 15 minutave është rezultati dhe është jashtëzakonisht i saktë, jo definitiv. Dhe pastaj, pasi që të bëhet do të thotë testimi, ajo që është po ashtu shumë e rëndësishme është që edhe këto janë plotësisht konfidenciale, që është shumë e rëndësishme, sidomos për ata që janë të interesuar. Po zakonisht ata nuk është e domosdoshme që ata të japin emrin mbi emrin, mund të japin një shifër, mund të japin një kod, edhe është të mjaftueshëm do thotë për të testuar. Pastaj, nëse ndodh që testi të jetë pozitiv, atëherë sigurisht ai person ose ai klient do të orientohet në klinikën infektive, përkatësisht në departamentin ku bëhet trajtimi i këtyre të infektuarve ose të sëmurëve të quaj. Kujt i rekomandohet një testim, doktor? Edhe sa shpesh ndodh që me ardh njerëzit me i bëu ato testet që janë të rekomanduar? Tash do t'i rekomandohet secilit i cili ta zëm ka dyshime për një të kaluar të dyshim që ka pas një kontakt të dyshim me një person i cili dyshon që ka mundur të jetë infektuar. Sigurisht i rekomandohet edhe atyre të cilët ndrojnë partnerët seksual të shpesht, edhe ajo është një arsye do të thotë që të testohen më shpesh. Tjetër, i rekomandohet sigurisht edhe të sëmurëve duke pas parasysh që HIV është një sëmundje seksualisht e transmetueshme, por jo vetëm HIV, do të thotë janë edhe shumë sëmundje tjera seksualisht të transmetueshme, si janë sifilisi, si janë infeksionet me klamidje, me mikoplazma e tjerë, dhe të gjitha personat të cilët kanë sëmundje seksualisht të transmetueshme tjera, po flas pos HIV-it, gjithashtu rekomandohet që të bëhet një test në drejtim të HIV-it, për shkak se mundësia e infeksionit është shumë më e madhe te këta persona se sa te personat e tjerë. Tjetër, sigurisht është e rëndësishme të përmendet që po ashtu siç e përmendi doktor Faiku në fillim, personat që bëjnë seks, meshkuj që bëjnë seks me meshkuj, po ashtu janë shumë më të rrezikum dhe realisht kohët e fundit ose viteve të fundit shumica e pacientëve të ri të cilët i kemi do të thotë në mbikëqyrjen tonë i takojnë pikërisht këtij komuniteti, sepse e thash mundësia është shumë më e madhe e infeksionit. Po ashtu kuptohet që të gjithë partnerët e atyre personave që janë HIV pozitiv do të ishte dashur të testohen kështu në radhë. Po do më ditë këta persona të cilët kanë testuar rishtazi me këto viteve të fundit, mund të flasim për shifra brenda një vitit apo bëhet një Po, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, një prej detyrave themelore në raport me sëmundjen ngjitse, ku hyn edhe HIV-AIDS e ka mbikëqyrjen e tyre, për ciljen e rasteve, regjistrimin e rasteve të reja dhe evidencat e sakta. Na për shembull kemi evidenca prej vitit 1986, kur është paraqitur rasti i parë deri më sot. Deri tash ka 246 raste të zbuluara në Kosovë dhe brenda për shembull sa marrim vitin e kaluar? Po vitin e kaluar kemi pas 34 raste dhe me më shumë të raste dhe 7 raste të vdekjes, posa i përket numrit të rasteve, por llogaritni që si vjet jemi afërsisht në shifrat me vitin e kaluar. Si vjet kemi 31 raste deri tash edhe 6 vdekje. Domethënë shifrat në 2 vitet e fundit janë parafërsisht njëjta, edhe tendenca mund të jetë e rritjes, por e thash edhe në fillim, nëse mbesim këto parametra, prapë ne do të flasim për një epidemi të kufizuar, do të thotë midis grupeve të rrezikut, jo një përhapje apo një shpërndarje që është shtetet e rajonit, por gjithmonë
testimi vullnetar mbetet një metodë shumë efikase Edhe që ka super lehtë, super e shpejtë. Shumë e lehtë, konfidenciale, siç e tha dhe doktor Morati. Përderisa në të kaluarën është diskutuar që këto raste janë importuar nga vendet të ndryshme. Tash nuk mund të flasim vetëm për rastet importuara, por flasim edhe për rastet të shqyrtura autoktone. Dhe është e kuptueshme, pas luftës ka pas një hapje të shtetit tonë, lëvizje të popullatës, migrime ndryshme, rritje të rrezikshme, por e rëndësishme për qytetarët është që t'i njohin faktorët e rrezikut, t'i ndryshojnë sjelljet në raport me rrezikun, edhe të kryejnë testime vullnetare sa herë që kanë një dyshim që... Testimi bëhet vetëm në klinikën infektive? Ka edhe qendra tjera, po në të cilat kryet, ka madje edhe qendra në komunitet, dhe përgjithsisht këto shërbimet që afrohen në raport me HIV/AIDS-in janë të shpërndara edhe në institucione shëndetësore, edhe në komunitet, edhe ajo që është më e rëndësishme është që punohet vazhdimisht në ndërgjegjësim, sepse çelësi në parandalimin e smundjeve gjithsesi është informacioni sakt, njohja faktorëve të rrezikut dhe ndryshimi i mënyrës së sjelljes në raport me rrezik. Po këto raste të reja, çfarë dyshimi kanë pas që kanë ardhur dhe i kanë bërë? Edhe në çfarë faze në fakt të zhvillimit të sëmundjes kanë ardhur? Nuk mund të flasim shumë për detaje, sepse dënat për personat e infektuar, siç e thamë, janë konfidenciale, po janë raste të cilat u takojnë grup moshave ndryshme. Nëse shohim shpërndarjen sipas grup moshave, mund të thënë që grup mosha... Një dhënë për më të riun edhe më të moshuarin? Ka persona që i takojnë edhe në periudhës prej 0 deri në 3 vjet, që do të thotë ka raste që edhe mund të barten prej nënës të fëmijë, por ka edhe raste të persona mbi 55 ose mbi 65 vjet. Por grup mosha më e prekur që ka numrin më të madh edhe të rasteve të zbuluar të HIV/AIDS-it, por edhe të rasteve që kanë përfunduar me fatalitet është grup mosha 25-34 vjet. Do të thotë pikërisht ajo popullata më vitale është popullata më e cenueshme për shkak të ekspozimit më të madh ndaj faktorëve të rrezikut. Me folë me doktorin. Doktor, dikush që ka ato dyshimet e para sigurisht vjen e bën testin, po para se me i prit mbase simptomat, edhe cilat janë simptomat e para që jep infeksioni? Tash për momentit kur ndodh infeksioni, zakonisht kalojnë diku një 2 deri në 6 javë. Kur jo tek të gjithë infektuarit paraqiten simptomatologji e cila nuk është shumë që dallon ta zonë për një gjendje të përgjithshme gripoze. Domethënë është një simptomatologji e cila mund edhe të anashkalohet nga një smur, sepse simptomat e përgjithshme domethënë janë të llojit të... Është varet për imunitetit personit, a? Sigurisht, po në përgjithësi do të thotë imuniteti, po flasim për trit ku janë shumica të infektuar, mund të kenë domethënë simptomatologji të llojit temperaturës, etheve, plagështisë, dhimbjeve së muskujve, nyjeve, ndonjëherë paraqitje të rritjes së gjendrave limfatike, nganjëherë edhe ndryshime në lëkurë, dhe këto janë ato simptomat e përgjithshme që paraqiten menjëherë pas infeksionit. Dhe pastaj pas këtyre simptomave, këta të infektuar kalojnë në një fazë ta quajmë ashtu të qetë, pas simptoma, e cila fazë mund të me zgjatë deri në 10 vite, kur ata nuk kanë kurrë simptoma. Dhe kjo është realisht ajo faza më e rrezikshme kur ata mund ta shpërdojnë, domethënë që nuk dinë për smundjen ose që janë të infektuar. Dhe ky është edhe problemi kryesor që shpesh ose kohëve të fundit rastet e reja që vinë ose paraqiten në klinikën infektive takojnë rasteve të ashtu quajtur late presenters ose domethënë prezantues të vonshëm kur smundja do thotë ka progreduar shumë, kur imuniteti është dëmtuar shumë dhe me këtë rast atëre vjen deri te paraqitja të ashtu quajturave smundjeve që ne i quajmë oportune, domethënë me prekje të sistemit nervor qendror, me prekje të sistemit respirator, me paraqitje të kancereve të ndryshme. Jo rrallë, ose kohëve të fundit na kemi edhe raste për shembull kur pacientët shtrohen ta zonë në klinikën e hematologjisë për ndonjë smundje hematologjike ose kanceroze hematologjike dhe pas testimit dalin që ata janë HIV pozitiv dhe pastaj uzohen. Edhe mund të ndodhë që kanë qenë goxha herë të prekur, a? Padyshim, fakti që do kanë ardhur thotë në një stad të tillë kur smundja ka progreduar shumë, ajo nuk kupton që minimumi ka qenë 10 vite më shumë. Ose ka ndodhur edhe raste kur ne kemi pas për shembull të smur që kanë zhvilluar smundje të traktit respirator, pneumoni të ndryshme, tuberkulozë, sepse tuberkuloza është po ashtu njëra prej smundjeve e cila vjen në shprehje shumë te këta të smur, meqenëse se domethënë kemi të bëjmë me imunokompromitim apo dëmtim të imunitetit dhe pastaj është dashur që ata pas testimit dhe pas rezultimit pozitiv të transferohen në klinikën infektive.
Po, doktor, për publikun e gjerë, çfarë është HIV dhe si dallon nga AIDS? Okej, nëse flasim për HIV infekcion, këta persona do thotë mund të duken krejtësisht normal, të jenë të infektuar dhe të mos kenë, siç e thash, sidomos në fazën fillestare të mos kenë kurrë simptoma dhe duken krejtësisht, domethënë pa ndonjë farë ndryshim. Është i infektuar por pa simptoma. Nëse flasim për AIDS, atëherë jemi në një situatë ose në një gjendje të sëmurit ose të infektuar kur smundja ka progreduar shumë, kur ka ardhur deri te paraqitja e smundjeve të ndryshme, siç e thash, me prekjet traktit respirator, zhvillimet pneumonive të ndryshme. Me thonë, HIV është në fillimet, edhe pastaj AIDS konsiderohet kur smundja ka progreduar shumë, kur imuniteti është dëmtuar shumë dhe vjen deri te zhvillimi i paraqitjeve nga një HIV domosdoshmë ka me kaluar në AIDS apo, meqenëse nuk është e shërueshme. Po, në përgjithësi do të kalon në AIDS. Po më intereson. Gjithmonë po flasim nëse nuk fillon trajtimi me kohë. Nëse fillon trajtimi me kohë, që është qëllimi i jon, është shumë e rëndësishme, siç e tha doktor Faiku, që smundja të zbulohet, po mendoj infeksioni ta quajmë të zbulohet sa më herët në mënyrë që të fillohet sa më herët me trajtime, sepse në momentin që zbulohet infeksioni ose një infektuar, ne me njëherë fillojmë trajtime dhe në këtë mënyrë e stopojmë procesin, kuptimin e progredimit dhe zhvillimet e AIDS. Po më intereson atë që thot doktor Faiku, boni shumë përshtypje, një fëmijë që lind për shembull me këtë virus. Ç'a ndodh me atë fëmijë? A mund të shërohet apo gjithë jetën do të menaxhohet problematika? Po, kjo është do thotë një diçka shumë e rëndësishme që me gratë, po ashtu shtatzëna të cilat kanë dyshime që do të mund të ishin të infektuara, do të ishte mirë që të testohen, sepse po që se testohen dhe zbulohen që ato gra do thotë janë HIV pozitive, atëherë ekziston mundësia e trajtimit të këtyre grave dhe duke i trajtuar këto, atëherë mundësia do të thonë që fëmiu lind HIV pozitiv është jashtëzakonisht e vogël, pothuajse zero. Gjithmonë po flasim nëse fëmiu, po mendoj shtatzëna trajtohet, po nëse ndodh edhe fëmiu të lind, do të thonë se HIV pozitiv, normalisht ekziston terapia, ekziston mundësia për trajtohet, edhe pse mund të eliminohet, a? Të trajtohet, jo të eliminohet, sigurisht. Ai ka me jetu gjithë jetën gjithmonë ka me jetu me HIV infekcion, mirë, po është një dallim mund ta quajmë krahasuar me të rriturit, sepse tek fëmijët dihet që imuniteti është jo i konsoliduar, themi ashtu, dhe mundësia e zhvillimit apo progredimit të smundjes për infeksionin deri te faza që përmendëm me AIDS është shumë më e shpejtë. Prandaj duhet të merren masa shumë më të shpejta për të trajtimin e kësaj moshe. Pra fëmijë s'ka pas të fajsë. Prandaj duhet me pas përgjegjësi shumë më të madhe. Realisht në disa prej vendeve të rajonit po dhe më gjerë të gjitha grave shtatzëna do thotë ju ofrohet testi i HIV-it, do të ishte dashur. Do thonë edhe pse tani nuk është i obligueshëm, themi ashtu. Në fillimet e shtatzënisë. Në fillimet e shtatzënisë pse jo? Domethënë ti ofrohet spaku një test dhe në disa takime që kanë pas në vende të ndryshme, kolegët nga vende të ndryshme na kanë thënë se nuk është që ne jo kemi imponu dhe me thonë të grave shtatzëna testohen, mirë po kur kemi thonë që do të kishte me qenë mirë, pothuajse asnjëra prej tyre nuk ka hezituar dhe të gjitha kanë pranuar që të testohen. Kështu që pse jo të testohen dhe po që se do të kishte me rezultat pozitiv, atëherë siç e thash në fillim, atëherë mundësia e trajtimit të grave fillon shumë më herët edhe rreziku i transmetimit të infeksionit prej nënës te fëmiu është shumë. Po, doktor, si është... Me doktor Faikun, për shkak se duhet me ndru mikrofonin, po doktor. Mirë, atëherë, me doktor Faikun do të flasim pak për këto paragjykimet më zakonshme që ekzistojnë për HIV-AIDS-in. Si në fakt mund të ndihmojë shoqëria uljen e stigmatizimit ndaj këtyre personave, sepse e përmendëm edhe rastin kur edhe foshnjët lindin me këtë virus dhe pastaj është një sëmundje që shoqëron gjatë gjithë jetës. Si duhet shoqëria të jetë më e edukuar në raport me këtë sëmundje? Nga këndvështrimi i shëndetit publik kësaj çështje japet shumë rëndësi dhe HIV-i përveç që trajtohet si problem shëndetësor, konsiderohet edhe si çështje e barazisë në shëndetësi, si çështje barazisë shëndetësore gjithashtu. Stigmatizimi në fakt është një emet, është një problem shumë i madh dhe konsiderohet se është i rrezikshëm sa edhe vetë virusi, për shkak se personat e stigmatizuar ndihen indiferent në një shoqëri që stigmatizohen dhe kjo i bën ata që të largohen edhe nga vetë procedura e testimit.
Pra, nëse shoqëria i stigmatizon personat me HIV/AIDS, në farë forme pengon edhe parandalimin e mëtejmë të HIV/AIDS, sepse ka potencial që personat cilët stigmatizohen, ata hezitojnë që të shkojnë edhe të testohen. Por këtë arsye edhe zhvillohen vazhdimsi fushata të ndërgjegjësimit publik për ta kuptuar që HIV/AIDS tashmë është një sëmundje sikur edhe sëmundjet e tjera infektive, që e thamë edhe në fillim, menaxhohet me korrektesë. Për fat mirë ekziston numër i caktuar me barnave antiretrovirale, të cilat përdoren me sukses dhe të cilat i mundsojnë të prekurit që të jetojnë të bëjnë një jetë normale, dhe ajo që duhet ta di shoqëria jonë, duhet i di edhe rrugët e përhapjes së HIV/AIDS. Po, nuk është një sëmundje se një person i cili është me HIV/AIDS ai nuk ja shpërndan askujt infeksionin përmes përqafimit. Prandaj secili duhet duhet i krijojë terren përshtatshëm që të ndihet pjesë integrale e shoqërisë, ndihet në familje, në shoqëri dhe të mos stigmatizohet, sepse kjo pastaj e pengon parandalimin edhe pengon që edhe personat e tjerë të lajmërohen më herët për testime dhe të zbulohen raste të tjera. Nëse më lejohet vetëm edhe një informacion, doktor Murati shumë bukur i shpjegoi procedurat e trajtimit. Ky vet ka punuar në një protokoll së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë, që është protokolli për aplikimin e terapisë parandaluese para ekspozimit, PrEP quhet shkurtimisht, dhe prej një viti në klinikën infektive dhe në institucione shëndetësore, nën kujdesin e profesionistëve shëndetësor, personat që i takojnë grupeve të rrezikut mund të fillojnë me këtë terapi dhe ta parandalojnë. Në fakt, pikërisht aty edhe desha mundon me doktor Murati, në kuptimin edhe kualitetit të jetës, se e përmendet edhe ju që këta persona edhe doktori përmendi më herët, ka raste që mund ta bëjnë një jetë pothuajse normale, apo jo, pas identifikimit edhe pas marrjes së terapisë. Sa është përmirësuar, doktor, edhe kualiteti i jetës së këtyre personave, sidomos përgjatë viteve, sepse po avancon mjekësia, apo jo, po avancon gjithçka në këtë kuptim. Mënyra e trajtimit ndoshta me pak një krahasim me të kaluarën, kur ka pas mungesë të barnave, shumicën e rasteve këta persona janë rekomanduar me lëvizje nëpër vende ku ka një ambient më mirësor trajtimit. Po, vërtet që në fillim do thotë nuk ka pas terapia, po terapia ka qenë shumë e limituar. Në vendin tonë, që ose flasim domethënë në Kosovë, vitin 2008 kemi filluar do thotë me furnizim me terapi të rregullt, gjë që tani edhe qëndrojmë mirë sa i përket furnizimit me terapi, është Ministria e Shëndetësisë e cila siguron terapinë, e cila është falas për të gjithë pacientët. Tjetër është shumë e rëndësishme që ne çdo pacient i cili del ose rezulton pozitiv, ne menjëherë ju ofrojmë terapinë antiretrovirale dhe duhet të fillohet dhe qëndrim i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, që domethënë menjëherë të fillohet me terapi. Arsyeja sigurisht është që të parandalohet përkatësisht të stopohet progredimi i sëmundjes në fazat e mëavonshme, të cilat mund të jenë fatale për pacientin. Dhe ajo që ka shumë e rëndësishme që përmendi edhe doktor Faiku, që nëse fillohet me terapi herët, apo qëllimi i fillimit të terapisë është që ne ta zvoglojmë vlerën e virusit të vlerat të padetektueshme, dhe kur ne arrim atë vlerë dhe që të shumica e pacientëve që ne kemi në trajtime, që për momentin i kemi dikon rreth 110 pacientë që janë në mbikëqyrjen përkatësisht trajtimin e klinikës infektive. Shumica e tyre do thotë janë si themi të supresuar në kuptimin e vlerës së virusit, dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse një person i cili është në vlerat të padetektueshme të virusit është edhe ai qëndrimi apo ajo motoja që undetectable është i barabartë me untransmissible, do të thonë i padetektueshëm është edhe i transmetueshëm. Prandaj fillimi i hershëm terapisë nënkupton njëjtën kohë edhe mundësinë e mos transmetimit këtë mënyrë dhe zvogëlimin e përhapjes së. Po gjatë kësaj kohe që personi është në terapi, ai ka më qenë terapi gjithë jetën apo jo prej momentit sigurisht të detektimit, si është kualiteti i jetës? Po në përgjithësi ne tash për momentin ta zëm pe këtyre 110 pacientëve që i kemi në mbikëqyrje, asnjë nuk është i shtrirë në spital. Do të thonë këta e bëjnë një jetë normale, e bëjnë një jetë krejtësisht normale, derisa në fillim do thotë terapia ka qenë më e ngarkuar në kuptimin e asaj që pacientët është dashur të marrin 4-5 tableta në ditë. Tash do thotë është bari i cili është një tabletë, cilën e merr një herë në ditë, dhe në kuadër të asaj tablete janë 3 bana, ti quajmë ashtu, domethënë 3 në 1, si të themi. Kombinime. Po, kombinime pikërisht,
Dhe krejt çka duhet të bëj, domethënë pacienti është të merr një tabletë në ditë dhe ne po Po parna janë në listën esenciale, sigurohen? Po, janë në listën esenciale, ne do të thotë kemi kërkuar një sasi të konsiderueshme dhe qëndrojmë domethënë mirë sa i përket furnizimit me terapi. Mirë. Do një mesazh për fund, a? Po, nështë edhe për aktivitetet, a kanë me ushtri gjithmonë përveç sot? Po, këto janë aktivitetet përhershme. Unë para dijove kam qenë për një fushat tjetër, këtu tash jem për HIV/AIDS. Do të ketë gjatë gjithë vitit edhe fushata për ditë tjera, edhe aktivitete kundër HIV/AIDS-it, veç mos të harrojnë fund ta përmendni që aktivitetet cilat zhvillohen në komunitet gjatë kësaj kohe edhe Ministria e Shëndetësisë edhe Instituti Kombëtar Shëndetësisë Publike edhe këto institucionet që ofrojnë kujdes shëndetësor kanë qenë mbështetura nga projekti i Fundit Global, i cili gjithashtu ka kontribuar përmes CDF-it në ndarjen e pakove të ndryshme parandaluesme për personat rrezik. Pra, aktivitetet që zhvillohen ndër vite në Kosovë kundër HIV/AIDS-it janë aktivitete të ndërlidhura midis institucioneve, partnerëve ndërkombëtar, shoqërisë civile dhe ajo që është më e rëndësishme dhe që duhet jetë fokus i angazhimit tashmë është puna me komunitetin, sepse aty lindin problemet dhe aty realisht edhe duhet të sillen. Mirë, shumë faleminderit edhe një herë që erdhët. Naci që vizitum edhe po përsej për informacione shumë të dobishme. Edhe kemi shpërndar këto informacione edhe tek publiku,